Me ndryshimin e temperaturave pranvera po shoqërohet me një shtim të ndjeshëm të rasteve me viroza testinës. Infeksionistët kanë konstatuar një qarkullim të lartë virusesh, me dominimin më të lartë nga gripi i tipit A. Simptomat janë të shumta, që nga temperatura e lartë deri tek dhimbjet e forta të muskujve. Sipas mjekëve infeksionistë, në këtë periudhë viroza kryesore është gripi A. Janë infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes, rinitet, po ashtu vazhdojmë të kemi COVID-19 e shumë viroza të tjera që janë më të lehta sipas tyre. Më i rëndi aktualisht është gripi A, që mund të jetë me një temperaturë të lartë deri në 39 gradë Celsius. Mjekët infeksionistë e shohin shqetësues shtimin e komplikacioneve në krahasim me sezonet e kaluara, sipas të cilëve ndërlikimet i kanë më të shpeshta se viruset e tjera krahasuar me vitet e tjera. Mund të themi që ka pasur dhe pneumoni dhe temperaturë në më shumë raste se sa herët e tjera, thonë mjekët infeksionistë. Thirrja e tyre për pacientët është që të mos e neglizhojnë gripin, por nëse temperatura e lartë vijon prej 3 ditësh, të kërkohet ndihmë mjekësore. Sipas infeksionistëve, duhet të drejtohen te mjeku në rastin që temperatura nuk ulet, kur është mbi 39, kur dhimbja e kokës është shumë e fuqishme, dhe në rastin që zgjat mbi 3 deri në 5 ditë. Kushtet shtëpie rekomandohen vetëm një paracetamol në qoftë se temperatura është mbi 38 gradë, ndërkohë që duhet të pinë lëngje shumë, të hapin dritaren, të ajrosin vendin dhe të bëjnë pushim. Sipas infeksionistëve, grupet më të rrezikuara sipas bluzave të bardha mbeten fëmijët dhe të moshuarit, për të cilët kërkohet kujdes i shtuar.